unë një hapësirë kohore që krijoj shumicën për të... Ende nuk e ka këtë shumicë? Besoni që ende si ka numrat e mjaftueshëm edhe për kryetarët e kuvendit edhe për kabinetrin qeveritar? Simbas asaj çfarë kemi parë, pa spekulu në prapavi apo atë çfarë ne nuk dim për arsye të caktuara, ajo çfarë dim është që nuk kanë numra të mjaftueshme për ta bërë edhe kryekuvendarin, pra ta emërojnë, ta konstituojnë kuvendin, po në njëjtën kohë edhe ta formojnë qeverinë e re. Një deputet i zgjedhur i subjektit lëvizjave të vendosje Guxo Alternativa Haxhi Avdyli sot në një televizion tjetër e konfirmoi pak a shumë që ka marrëveshje me nismën socialdemokrate dhe ju besoni që as me këtë subjekt që megjithatë duket se do të ndahet prej partnerit parazgjedhor të koalicionit nuk i ka numrat e mjaftueshëm? Për çastin e nismës dhe gatishmërinë për me jep votë qeverisë kurthi 3 këtë rast, konsideroj që janë dy rrethana. E para është që ajo pjesa e moralit politik që i takon nismës ndarja me AK-n, në këtë rast, sepse përndryshe nuk do të ishin në kuvend pa qenë bashk, dhe rrethana tjetër që i kanë gatishmëri për me lehtësu këtë proces dhe me qenë pjesë e qeverisë. Mendoj që kjo e para duhet me prevalu, po megjithatë është betejë politike dhe po shohim se si po shkon. Pragmatizmi dhe paremësia në politik nuk vlerësohet edhe nuk është në rend parë. Megjithatë, edhe me këto 3 vota, konsideroj që tek minoritetet ka problem, sepse nuk janë votat unifikume dhe i keni pa edhe para 2 ditësh që ata nuk votuan njëjtë sikurse lëvizjeve vendosje, pat dallime në votime, sepse nuk është sqaru bashkëqeverisja në qeverinë e ardhshme. Dhe ky është handikepi momentalisht, por që prap kujtoj edhe 61 numra po të jenë plot, mendoj që ka me qenë një qeverisje me udhëheqje të kurzuar në vazhdimsi, edhe ka me pas probleme të mëdha në udhëheqje. Pra, nuk është çështje e interpretimit as ligjit as të kushtetutës, po është krejt çështje kalkulimesh politike. Absolutisht po. Është pastaj tash nëse thellojmë edhe te ligji, unë konsideroj që lëvizjeve vendosje sa i përket pozicioneve që janë momentalisht duke e ushtruar detyrën, pra si qeveri në detyrë, jo e durrhequr, sepse s'mund të jetë e durrhequr, mandati ka mbaru, me dhënien e durrheqjes para betimit për deputet, aty pastaj sipas ligjit funksionet kalojnë tek varësit e tyre. Në këtë rast nga kryeministri të zëvendës kryeministri, nga ministrat të zëvendës ministrat, për jashtë këtu kur kemi ndonjë ministër që nuk ka garuar. Megjithatë kurthi dhe varësit e tjerë